Të nderuar miq të emisionit Fol, ndodhemi në fshatin Spathar, vetëm pak kilometra nga Librazhdi. Në vija erore, Librazhdi mund të jetë 5-6 kilometra. Kemi ardhur në këtë fshat sepse këtu ka ndodhur një fatkeqësi e madhe. Një masiv i madh dheu është shëmbur dhe rrezikon në çdo moment të marrë me vete dhe 5 deri në 7 shtëpi. Shikoni çfarë katastrofe ka ndodhur në këtë fshat. Janë pa fjalë. Në krah janë 3 shtëpi, mbi janë 2 shtëpi që në çdo moment mund t'i marrë dheu, sikundër ka marrë tokën bujqësore që ndodhe në pjesën e Luginës, që ne do ta tregojmë me pamje. Ne nuk flasim kot. Tu kanë ardhur dhe media tjera, tu ka ardhur kryetari i bashkisë, ka ardhur deputeti i zonës, kanë ardhur përfaqësues politik, por pse kanë ardhur? Sepse është një situatë emergjente, ku do strehojnë këto familje për momentin, çfarë do bëhet me këto familje në të ardhmen, dhe a ka rrezik që kjo shëmbje të marrë për masa më të mëdha, duke ditur që fshati Spathar është i vendosur në një kodër, shtëpit janë 1 mbi 1, pra njëra mbi tjetrën, dhe nëse ikën njëra, ikin zinxhir të gjitha.